Kemi pas plot raste cilat nuk janë pendu sinqerisht. Ai ka qenë interesin e tij që të falet gjakut, i hiqet barra atij personi. Mirë po, ai nuk është pendu sinqerisht. Ne kemi pas raste kur kanë qenë mjaft komplikune, sepse dorasi ka qenë ende azgon. Për fat keq, dy familjet, hasmune, njona familje, ma e fuqishme, tjetra, ma e dopt. Në aspektin, kur thon ma e fuqishme, ma e dopt, nga numri i antarëve të familjes, mashqive kryesisht, janë konsideruar atëherë cila familje më e fortë. Besa edhe për krahja pushtetit ka pas. Edhe për krahja pushtetit. Prandaj ka pas raste kur dorasi nuk e ka pas pendimin e sinqert. Na ose jemi tërhek në ato raste, ose kemi punu aq shumë me dorasin që dorasi të pendohet sinqerisht, sepse ka qenë kusht që të falet gjaku. Sepse këto janë edhe parakushtet edhe në kanun çfarë thuhet, edhe shkruhet, edhe është tonë. Na ka pengu pushteti. Pushteti na ka vazhgu nga larg, secilin prej nesh. Pushteti një pjesë madhe prej nesh i ka njoft. Thash, s'kemi qenë, thuja, asnjoni prej emrave të panjoftun ma heret për aktivitete për pushtetin. Ose kemi qenë të përndjekun edhe ma heret, ose të burgosun ma heret politikisht. Prandaj kemi qenë të vëzhgun, kemi qenë të përndjekun, kemi qenë të thirrun në biseda informative të asaj kohe. Kemi qenë edhe të torturun një pjesë prej nesh. Kemi qenë edhe të kanë përdorur metodat ndryshme apo mujin me na përfitu për vete, edhe që ta shpionojmë grupen. Mirë po, lëvizja ka ecë përpara. Ne kemi ecë përpara. Rezultatet flasin vetë. Janë 1000, thuhet 1200, dika thuhet 1500 gjaqe që janë falë. Kjo ka qenë ajo e cila neve na ka majtë suksesi, rezultati. Edhe përveç kësaj, bashkimi. Ajo e cila bashkimi i një fryme që të mos e ruajmë shpinën prej njëri tjetrit, sepse na pret një armik i fuqishëm, na pret një luftë më e madhe. E luftën e kemi me pushtuesin ton. Me armikun, nuk e kemi luftën me njëri tjetrin.